që prej themelimit sajnë që ka bërë. Pronarët e saj në regjistrimin Delaware nuk dihen deri tani. Zoti Qëndro tha që erdhen emrat, kanë ardhur. Ju i dini Zoti Qëndro kush janë? Pronarët nga Delaware? E dini? Po. Ju e dini kush janë? Delaware përgjigja kush është pronari i kompanisë? Jo, zotëri thash, di. O ti, kur pyet kjo do pyet ti. Po pyesu. Po pyesu Qëndro. Që ti jeni sigurt. A e dini ju kush janë prezant? Ja pyesu një minutë. E ke me mua. Po jo më pyet zonja. Atë përgjigj zonjës. Zonjë. Ne na ka ardhur përgjigje që unë ne kemi bërë publike dhe ministri e ka bërë në deklaratën e tij publike. Pronarët e kompanisë kanë ardhur. Pronarët e kompanisë, ata që kanë formuar kompaninë, janë në dosje. Kaq. Si janë në dosjen e prokurisë? Kanë formuar kompaninë në Delaware, në Amerikë. Po pra, këta dy pronarët që kanë paraqitur dokumenta. Në Shqipëri apo në Amerikë? Ata që kanë regjistruar në Amerikë, ju kanë ardhur apo? Unë nuk di kush ka regjistruar sepse pra, kompania në rregull, ju thoni për këta dy që ju kanë ardhur zyrë. Kjo është pyetja. Pronari Daniel Haberman. Unë po flas për përfaqësimin e kësaj kompanie. Janë dy emra, një zonjë dhe ky zoti Dobi. Ata janë të dy kështu nomini. Pra nuk dihet kush është regjistruar në kompaninë Delaware. Pse e bëni lidhjen ju me kompaninë në Shqipëri? Sepse kompania The Albania në Shqipëri ka bërë 3 veprime. Po e nis nga fillimi. Veprimi i parë ka qenë regjistrimi në fund korrikut dhe ka futur në QKB të tëra dokumentat që janë falsifikuara, tani është e qartë. Veprimi i dytë është zhvendosja e kompanisë me zyrat e Abat Center dhe kjo s'tregon asgjë sepse aty mund të ketë pafundësisht zyra. Dhe ata mund të shkojnë të marrin zyra me qira si çdo kompani tjetër. Unë do e quaja një gabim diletantësh në fakt, sepse loj gjurmë aty, është regjistrimi i adresës, pra i një nipti sekondar i adresës tek antieri punimeve, tek sheshi Shqiponia. Pse duhet ky nipt? Është detyrim? Sepse çdo makineri që shkon atje, po është detyrim. Sigurisht, çdo makineri, çdo ja, është detyrim të tabela. Po flet për tabelën e punimeve. Po, tabela punimeve që është detyrim ligjor. Dhe për të bërë këtë veprim, pra regjistrimin në QKB të vendosjes tabelës, ndofta po e kthej fare thjesht, veprimi është bërë nga një punonjëse Gjener Dyshit, e autorizuar nga Dobi, pra nga përfaqësuesi në Shqipëri i kompanisë, dhe kur është bërë aplikimi, pra aplikimi nuk është shkruar kompania The Albania, po Gjener Dysh. Çduan dokumentet. Pra, pse duhet aplikoj Gjener Dyshi për një adresë sekondare, kjo është pyetja ime, në fakt, pse duhet aplikoj... Pra, këtë ka bërë vetë firma, The Albania ka bërë emrin e një firmës Gjener Dy? Jo. Ka që një përfaqësues punonjëse të Gjener Dyshit. Gjener Dyshi, pra, hapja adresës sekondare,